Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë që me ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, mundësi që na jepen, problematika që kemi pasur të shkuarën duket se mbyllen, tani e tutje ku kemi Plutoni ku kthehet në një pozicion shumë të rëndësishëm dhe në rrugën e tij të drejtë nga ka ndikuar shumë në kohët e mëparshme, po të vëmë re ka qenë domethënë në retrograd dhe pardje është kthyer në rrugën e drejtë dhe kjo do thotë se do fillojnë ndryshimet rrënjësore. Sa do të ndikojë kjo në 12 zodiakale? Ka shumë për të thënë, ka shumë për të dhënë, sepse një nga ndikimet dhe çështjet më të mëdha që kanë të bëjnë në lidhje me këtë çështje është një periudhë ku shumë gjëra marrin dhe drejtimin e duhur në kohën e duhur, nëse neve ne dim se çfarë duam dhe dim se ku do të shkojmë, është dhe periudhat ku ndodhen fenomenet të ndryshme dhe kjo tregon shumë për sa i përket çështjeve që lidhen me karrierën, çështjeve që lidhen me biznesin apo gjëra të tjera. Nëse kemi pasur probleme ose kemi pasur gjëra që zorse i zgjidhnim më përpara, mirë po tani ka ardhur koha, momenti për të parë për gjithçka na duhet dhe çdo gjë neve e vëm në punë dhe kjo është diçka mjaft e mirë për sa i përket, sepse Plutoni dihet botërisht që ka të bëjë shumë me ndikimet, ka të bëjë shumë me ndryshimet, ka të bëjë shumë me disa çështje që lidhen me karrierën më tepër dhe kjo tani do të thotë në rrugtimin e drejtë është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që do të shikojmë çfarë duhem të bëjmë, çfarë na prish punë dhe kjo do të thotë që është edhe periudha më e mirë e mundshme në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime. Ndryshimet që do të jenë tani e tutje është dhe koha që juve të shikoni çfarë do të bëni në vazhdim. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar dhe gjithashtu nëse juve keni pasur të paluajtshme, keni pasur probleme në gjërat e juaja, tani ka ardhur koha që juve të zgjidhni këto probleme me qetësinë tuaj dhe me çështjet që juve keni dhe jo vetëm, sepse është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë, do të thosha unë, në lidhje me ndryshime të mëdha që sjell Plutoni në rrugtimin e tij të drejtë në shenjën e Ujorit. Dhe kjo është një moment, është një mundësi tani më e madhe për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket asaj çka neve jemi, çka neve kemi dhe për vetëm arsye, sepse disa çështje që kanë qenë të mbetura pezu, duket se tani do të ndryshojnë sepse problemet që keni pasur miq kanë qenë të shumta dhe ajo që më e shumta ose më problematikja që ka qenë për sa i përket çështjeve me Plutonin në retrograd, kuptojmë pak astrologji, ka qenë me shumë ndryshime dhe dedikime të ndryshme, por tani është ky moment dhe nuk duhet ta harrojmë sepse në momente të ndryshme ose në kohra të ndryshme Plutoni jep një ndikim, një indicie ligjit edhe çështjeve të pasurisë, edhe padrejtësive. Kështu që tani ky ndikim është mjaft i mirë, do shikoni që ndikohen shumë shenja siç është Demi, Luani, Akrepi, Ujori të 10 ditë parë ose ata që kanë ascendentin në këto planete, sepse Plutoni simbolizon vetdijen, thellësinë dhe shoqërohet gjithçka që është sekrete dhe okult. Në varësi të sektorit që do të ndikojnë në horoskopin tonë, në shenjën tonë, ka një ndikim shumë të mirë sepse do na vendosi përballë krizave dhe do të na ndihmojë të kuptojmë nga të cilët situata duhet të heqim qafet përgjithmonë dhe si të tërheqim forcën e drejtë, forcën pozitive për të ecur përpara, edhe nëse përjetojmë disa humbje përballë me situata të dhimbshme. Plutoni është planeti ku do të na ndihmojë të ngrihemi përsëri në këmbë dhe të rilindim nga hiri ynë. Ndryshe megjithatë, është edhe pse kemi një përvojë shumë të madhe në jetën tonë, kemi pasur edhe në muajin maj që ka qenë një farë ndikimi, në 2014 ka qenë probleme fatale dhe shumë gjëra të tjera, por ka dhe diçka shumë të madhe, sepse duke pasur parasysh do t'i duhet, ka dhe mënyra të tjera që po. Plutoni në rrugën e duhur është fundi i një epoke. Tani, ndikimet që kanë të bëjnë, sepse mirë është
neve të heqim gjëra që nuk na funksionojnë, gjëra që neve kemi pasur probleme ligjore, probleme me persona të ndryshëm që kanë ndikuar tek neve dhe kjo është koha më e mirë e mundshme që fillon një periudhë ndryshimesh. Tani ka filluar qysh nga data 14 dhe kjo tani e tutje do të kemi mundësinë që neve të rishikojmë se çfarë do të bëjmë edhe në jetën tonë, do na jepet mundësia të përfundojmë çështjet e lëna pezull dhe do të na jepet mundësia të përfundojmë disa takime, bisedime, çështjet të së shkuarës, një dokument pa marrë, një çështje të madhe që ka të bëjë me kredi, një gjë e madhe që ka qenë me problematike shumë të mëdha në çështje pasuripalueshme kështu me radhë. Le të hedhim një vështrim të afërt se si rruga e drejtë për së drejtë e Plutonit në ujor ndikon në secilin shenjë të zodiakut individualisht. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj teme kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi takimet dhe gjërat që doni të bëni në shpejtësinë e punëve që ju e keni, diçka që mund të shikoni kush ju përket ose ju ofrohet më tepër aty ku gjeni veten juve, e merrni atë paket dhe më pas numrin për kartës të blerjes, shkoni tek sekretaria, e klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazh dhe të flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit dhe në email për atë kuadrati që keni aty. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe çdo të mërkurë për 3 ditë, që neve të jemi live me juve pyetje përgjigje. Dhe pastaj duke par këtë butonin këtu, e shikoni se si të lidheni dhe pastaj dërgoni mesazh dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 zodiakale sa ndikon Plutoni për çdo shenjë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Plutoni kthehet në rrugën e duhur në fushën që lidhet me miqësitë tuaja dhe veprimet tuaja shoqërore dhe grupet me të cilët ndani një vizion dhe një ide të përbashkët që ndikon tek ata që kanë lindur në dhjetishin e parë të shenjës. Është e mundur që ju duhet të rishikoni pikpamjet tuaja dhe të miratoni një plan të ri veprimi në mënyrë që të ndiqni dhe të rishikoni pikpamjet tuaja në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj ose diçka që mund keni në vazhdimsi. Qëllimet është të zbuloni se çfarë keni pasur në ndërmendje deri tani dhe nuk është realizueshme, ose nuk ju ka ndihmuar të zhvilloni gjërat e juaja për arsye apo për tjetër. Ju dëshironi që idetë tuaja, atë që keni, kjo periudhë do t'ju japi mundësinë, atë në planet që ju e kishit pasur më përpara dhe është paralizueshme. Vjen një moment tani që është e mundur, është momenti që juve të rregulloni gjërat në fushën e ekonomisë, në fushën e punës, në ndryshimet të mëdha që keni. Jeta juaj shoqërore do të përjetojë ndryshime rrënjësore dhe bindje që do të ndjek në këtë. Jeta juaj është ndikimi më i madh që ka të bëjë në punë, ka të bëjë në rritjen e detyrë, ka të bëjë në pastrimin dhe ndryshimin komplet të vazhdimësisë së përditshme tuaje dhe mundësitë më të mëdha në fushën e anës shpirtërore. E vetma gjë është se tani në jetë është më së qartë ku një mik i vërtet dhe kush nuk do ta donte i diçka tillë, dhe kjo do të thotë që është e mundur, është mundësia në lidhjet afatgjat që ka të bëjnë për juve të kësaj shenje, duket se dash bricap, dash gaforre, ka diçka shumë të mirë dhe është momenti më i mirë i mundshëm që të vazhdoni. Keni pasur probleme në lidhje me ligjin, padrejtësi që janë bërë në fushën e ligjit. Juve e përfitoni, sepse është koha, është dhe momenti i duhur mbi këtë gjë, sepse koha ka treguar që është momenti i mirë, është pozicionimi i planeteve dhe ju ndihmon në këtë drejtim. Le të shikojmë shenjën e radhës, sa ndikohet Plutoni në shenjën e Demit. Plutoni kthehet në fushën tuaj që lidhet me karrierën, me imazhin tuaj publik dhe ndikon tek ata që kanë lindur në 10-ditën e dytë të shenjës së zodiakut. Ndoshta qëllimet tuaja profesionale do të ndryshojnë ose do të vendosin të ndryshojnë plotësisht profesionin pasi keni kuptuar se nuk keni qenë të kënaqur me ato që keni arritur. Dhe deri tani e tutje, ambicia juaj do të jetë në kulmin dhe suksesi në arenën profesionale. Do të jetë një çështje jeta vdekje. Dhe kjo do të thotë drejtësi, kjo do të thotë mirësi.
Është shumë e rëndësishme të tregoni qëndrueshmëri dhe profesionalizëm. Në mënyrë që të mund të mbani kontrollin e situatave pa pasur nevojë të hyni në konflikt me prokurorët, me figurat dhe autoritetet të ndryshme. Është e mundur që të caktohet diçka një përgjegjësi shumë e madhe dhe detyrim, e cila nuk duhet të trembi, sepse e din çfarë bëni. Se është e vërtet për gjërat që do ndodhin, është e vërtet për çështjet që kanë të bëjnë, por zhvillimi profesional dhe mund të mos kënaqen në situata disa gjëra mediokre, por juve jeni shumë përpara për që në këto kohë. Dhe kjo bën që juve të jeni të gatshëm dhe do ndani gjërat ato që ju duhet të mbani dhe manipulatorët do ikin, njerëzit që serviren në servilizëm do përfundojnë ndryshe. Disa sekrete shumë të mëdha dalin mbi sipërfaqe. Nga tani e tutje do shikoni deri nga fundi e këtij muaji ku çështje ligjore, çështjet që janë bërë disa padrejtësi, disa gjëra do mërziteni disa që janë në vende kyçe, sepse i keni ndihmuar. Të dini ta keni nga Jorgo që një person ose një njeri, në i thënë që njeri, që ti e ke ushqyer, e ke ndihmuar në kohën e rrezikshme të vështirë dhe të bëj atë që problematikën më të madhe që të di shumë gjëra dhe mos thot asgjë, dhe të mundohet që të manipuloj, arma juaj e fuqishme është heshtja dhe qetësia. Le të trokasi, po ndoshta në një moment tjetër do bisedojmë. Ai mund të kuptojë se kupton shumë shpejt, e ndjen se diçka ka ndodhur, po shumë vonë për atë, për manipulatorët, është shumë problem dhe do dalin dhe sekrete. Për fat mirë nuk janë shumë, por do shikohet shumë gjëra që do të diktojnë tani në këtë mënyrë, në këtë formë. Dashuria duket se juve të shenjës së demit kanë të bëjnë lidhje me dem akrep, dem virgjëresh dhe dem ujor. Juve të shenjës së demit të dhjetëçit të tretë, mirë është të shmangni disa blerje ku dini që nuk është e rregullt. Mos u merrni me këtë për shembull se ju gënjen mendja sepse juve jeni në një vend kyç edhe mund ta rregulloni. E keni domosdoshme të bëni blerje pasojë toke, por ajo tokë ka disa probleme. Disa probleme jo me ligjin, se sa me individin. Prandaj keni kujdes të shikojeni në detaje. Se geni ka problem. Disa gjëra nuk fshihen. As nuk fshihen, as nuk mund të dalin mbi sipërfaqe. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Do vijojmë tek shenja ajri tani, do shkojmë tek një shenjë që jep mundësira dhe rëndësira të veçanta në ekonomi dhe në udhëtimet e largëta për dokumente, që këto do të thotë binjakët. Përsa përket Plutoni në krahun e kundërt, ndikoi tek ata që kanë lindur në dhjetishin e parë dhe të tretë të kësaj shenje. Lidhe me qëllimet tuaja, ndjekjet tuaj shpirtërore dhe besimi juaj. Në të shkuarën, ku keni pasur shumë probleme, disa çështje gjyqjesh themun ose në gjykata tjera ku nuk keni mbaruar punë kurrë. Ka dhe diçka tjetër, sepse në lidhje me disa çështje shumë të mëdha në fushën e takimeve dhe të bisedimeve të rëndësishme që mund keni pasur juve, ka qenë dhe një ndikim mjaft i madh në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me çështje që lidhen me karrierën, për sa i përket këtyre çështjeve, edhe pse tani për tani gjërat mund mos jenë ashtu siç juve i prisni, sepse koha ka treguar që vërtet juve i keni mundësitë, vërtet është momenti i duhur që ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me punën dhe karrierën, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha që juve do të keni. Ajo që do të keni tani e tutje, nga pardje, po nuk e di e keni ndjerë, mund të vendosni të ndryshoni drejtimin në çështjet e studimeve, arsimin e lartë në çështje që lidhen me kontakte me njerëz nga jashtë dhe udhëtime në distancë të gjata, pra siç e thash në fillim të emisionit. Sado që të doni stabilizimin, dhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe për juve, do ndryshojnë dal nga dal dhe do të fillojnë të përballeni me disa situata përmes një ndikimi shumë të madh
dhe disa streset vogla që do t'i kaloni, sepse kjo ka të bëjnë me një firmosje dokumentacioni, për ju keni qenë në vende kyçe, me pa drejt në fakt, është bërë nga juve, por do ta mësoni gjatë rrugës, dhe kjo juve nuk do merrni penalitete, përveç se pak mërzitje. Po gjithsesi ka vrarë një individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni. Për shembull, ke qenë një avokat ose ke qenë një njeri me instanca të larta, ku di unë, me grada dhe të dali llafi fjala ka këto i muajnë që lozet kjo. Po tani është vala më e madhe që do ndodhin dhe shikoni dhe vetë, jo se thot Jorgo, po në bazë planeteve udhëhiqem në bazë busullës astrologjike, e keni parë dhe vetë se si funksionojnë. Dhe vjen një moment tani që të gjitha këto, juve do shikoni, po në plan parë do stepeni disi, do thoni si ka mundësi nga ka dalë kjo. Kur t'i bini vargut gjatë do shikoni që ku ka ardhur. Kur ta marrni vesh X epsiloni që çfarë ka ndodhur, atëherë do të trokasë thotë ndjes sepse mos nisish diçka kundra. Por juve nuk e bëni këtë gjë, kështu që do t'ju jepet mundësia të zgjeroni horizontet e tuaja shpirtërore dhe të promovoni me sukses idetë dhe mendimet e tuaja që do të keni mundësi, do veni në profilin tuaj. Lidhjet e dashurisë duket se ka të bëjnë binjak virgjëresh, binjak dash apo dhe peshore të diçit të parë. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku fillimi i diçit të parë do të jepet mundësia e ndryshimit të kodeve të jetës suaj kodet. Do thënë, kam bërë një punë që nuk më takon, do bëj punë tjetër, edhe çdo gjë e mbyll aty. Do thotë gaforja. Plutoni kthehet në rrugtimin e tij të drejtë që lidhet me çështjet financiare, trashëgimit, ligjet penale, çështjet penale, persona me instanca të larta që me pa të drejtë janë hequr nga puna, me pa të drejtë duke në lidhje me shpifje, diçka e tillë do ndodhi, që juve do ta zgjini këtë, do ta shikoni se si ka funksionuar dhe do ta zgjidhni. Është diçka e zgjidhni sepse pa dituria bën çuditëra. Njëri, domethënë, gjysmë problemi është sepse kur një person shpif për të fituar diçka, kjo mund të quhet dobësia e shpirtit të X-it apo Y-it, ose për të përfituar diçka që po ta shikosh njeriu që është me mend, me tru, do thonë nuk ka vlerë, edhe pse ka bërë nga halli, ku di unë. Por kjo nuk mund të merret si inat ose si diçka e rrem, ku di unë. Prandaj mos u shqetësoni për gjëra të tilla se nuk ka vend për të shqetësuar fare. Do t'i zgjidhni këto gjëra dhe për juve që keni të bëni me ligjin, keni në gjykatë ose në që do të fitoni të drejtën tuaj me firmë me Vul Jorgo Pulla. Sepse do të sjasi pak. Ndoshta ka të bëjnë edhe me çështjen ditët e para që të preken fuqishëm. Ndoshta të dhënat që dalin në sipërfaqe në lidhje me kredi, banka, taksa, sigurimet dhe ju do të përcaktoni mënyrën se si ti menaxhoni këto çështje dhe duke ndryshuar rrjedhën tuaj të veprimeve, nuk përshtohet mundësia të jeni zgjidhje për diçka që po ju vononte shumë, ju krijonte pengesa. Në disa ngjarje të jashtme që do të ndryshojnë rrjedhën e tyre në këtë çështje, lidhur me marrëdhënien tuaj, punën tuaj, me njerëzit që rrethojnë, me çështjet që ju keni dhe gjërat misterioze të fshehura, nuk ka shanse që të dalin mbi sipërfaqe për arsye të drejtës suaj, sepse drejtësia nuk ka lumaj që ka, juve e keni gjë të tillë. Dhe kjo do thot personalitet, kjo do thot mundësi, kjo do thot high society, kjo do thot në lartësinë e duhur për sa i përket të çështjeve që kanë për punën e tyre dhe një nivel shumë lart. Nëse tani do ndjeni nevojën për të lidhur me një çështje që ka bëjnë me punën tuaj kryesore dhe ju jeni shumë emocional, keni kujdes nga disa persone ose persona që mund t'ju mbingarkojnë, mbingarkojnë me punë të mëdha që nuk janë të juajat dhe kjo do të thotë që çfarë mund të bëj, sepse do të shikoni shumë shpejt, juve të kësaj shenje do të keni çështje gjyqësore për shembull, që janë tani brenda këtij muaji do ndodhin shumë gjëra, ose çështje gjyqësore, çështje banke, kreditime, padrejti që këto mashtruesit e bankave që janë flagrance, çështje flagrante do jetë, edhe këtu dini shumë fituar juve. Edhe kështu që të gjitha këto do dëgjoni dhe thoni me vërtet Jorgo çfarë pas ka thënë për të gjithë shenjat, por në fakt juve të shenjës së Gafores e keni diçka të tillë, sepse një person që
ta dalin sipërfaqe. Një person që për të mbaruar një punë ose për të bërë diçka të merr më tepër se sa është vetë vlera atë që do të merrni juve. Pra, kështu që kjo është diçka që do të ndikojë. Në fushën e dashurisë, të dashur miq të shenjës së gaforeve, duket se ka të bëjnë shumë lidhjet ose çështjet i keni pas ndarje nga persona të tretë. Kjo do dalë në sipërfaqe dhe juve do jeni jo të dashuruar, por shkoni në altar. Do thot dash peshore. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë me ndikime të mëdha dhe favorizime në çështjet e punës dhe në shitblerje, që tu është Luani. Ndikimi i Plutonit në retrograd ju ka lodhur shumë në këto 4 vitet e fundit dhe deri në mezi majit. Tani, nga pardje, ju vetë diçka të parë dhe diçka të tretë, ka të bëjë shumë në fushën e rëndësishme të marrëdhënieve dhe partneriteteve tuaja ndërpersonale. Ju përgatiteni të rishikoni marrëdhënie me njerëz që keni pranë ose mënyrën se si të lidheni me ta. Zgjedhjet tuaja do të jenë shumë të kujdesshme dhe të vetëdijshme tani dhe nëse bëni një ndikim ose një fillim të ri në marrëdhënien tuaj do të jeni në gjendje të arrini majat. Ato dëshironi që në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, të filloni diçka të re. Përkundrazi, nuk bëhet fjalë sepse ju a din vlerën tuaj çfarë jeni, ju a din se çfarë juve dini të bëni dhe marrëdhënie që krijoni me njerëz të ndryshëm, me njerëz të rëndësishëm dhe vetëm do të keni pak vëmendje në lidhje me disa çështje kreditimesh ose do t'ju duhet për të marrë kredi për punën tuaj. Këto ditë do thosha jo, për një arsye, sepse do ta xheni nga puna juaj. Keni një farm, keni një firmë të madhe ndërtimi, keni një, ku di unë, real estate. Harrohet ju them për Luanët. Ju keni real estate ose merreni me punë, mund të ndryshoni disa gjëra aty, që t'ju ecë nuk ka ecur shumë para 3-4 muaj ose keni hapur para 5 viteve dhe vetëm thoni ju për shembull gropëm vetë, nuk po fitoj pak, ku di unë, ke varet një individ pastaj ku ndodh fenomeni, po. Ua them që ose ndryshoni diçka atje ku keni nisur firmën real estate. Shikojeni pak sepse atëherë do fillojnë të gjërat të ecën më përpara, sepse diçka nuk ka ecur, negativiteta, merrni si doni, por larg këtyre magjistarëve ose këtyre që pejnë, domethënë, që ta të lezetshmit, larg të lezetshëve. Ua them dhe ju bëni si doni bashkë me tuaj. Dhe keni kujdes nga gjërat të tilla, se mund të lindin disa keq kuptime dhe disa imponime. Bëj këtë sepse ç'keti, e di unë, do shikosh dhe vetë që kjo ke për dal 5 lekë, marrë 100 lekë. Herë 100. Imagjinon ti është puna atyre që thonë që bie lekët nga qielli, pa punuar, ose nga këta të lezetshmit që thotë që do bëj këtë sepse do të bëj unë ty do të rregulloj, domethënë që ti të fitosh tek. Nuk ndodh. Pra ka disa hallka që mund të fitosh ose mund të bësh në bazë të ndikimit planetar, në bazë këndëve që bëjnë planetet në kohën e dur, sepse të parë tan thoshin po nuk i patë ora nuk bëhet asgjë. Ora kur vjen për çdo shenjë. Ju shenjtë Luanit e keni gjë të tillë, mund ta realizoni. Në lidhje me dashurinë, duket se Luan ujor, Luan akrep është perfektja dhe pse jo idealja. Do shkojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë një shenjë që vërtet është për të jo vetëm për ta nderuar, por dhe për t'i arritur atë qëllimi që ka, sepse shumë vonesa, shumë probleme që kanë pasur janë virgjëreshat. Për çështën e virgjëreshës, duket se Plutoni që ka qenë në rrugtimin e kundërt dhe tani ka ardhur koha dhe momenti, sidomos për ju që keni në dhjetësin e parë dhe të dytë, që lidhet me fushën e shëndetit, gjendjen tuaj, në jetën tuaj të përditshme, do të rishikoni agjendën, zakonet, rutinën, dhe do bëni disa ndryshime që do t'ju sjellë shumë dobi. Ndoshta është koha të hiqni dorë nga zakonet e dëmshme. Për juve që e bëni, të rini duhanin, të ndiqni një dietë të shëndetshme, të fshini në ushtrime, për të bëni disa gjëra sepse virgjëreshat e kanë ndikimin e shëndetit dhe mërziten për një fjalë goje, presupozohet për sa mund që mund ta marrë negativitet dhe do 4 muaj të ikë nga mendja një herë. Edhe kjo do të them që harrojini këto gjëra, janë vese problematike, për juve që keni probleme me alkoolin për shembull, ose juve që keni, kjo do flasim një moment tjetër se si ndodh, po. Në parim për të gjithë 30 ditët e virgjëreshës, të gjitha shenjat, por ka diçka shumë të mirë në lidhje me këtë, them të virgjëresha sepse kanë bëjë shumë me shëndetin, lidhen me shëndetin, por jo se do keni problem.
mos u mbikarkoni shumë këtë për ju, sepse nëse kishit probleme të pasgjidhur në mjedisin tuaj të punës, me padrejtësitë që janë bërë në punë, keni pasur dhe thashatheme, ku di unë, me njerëz të ndryshëm, por vjet tani problemi do të zgjidhet pikërisht në këto ditë të tani, e keni parë dhe vetë, do shikoni, do ta ndjeni, do ta ndjeni dhe pozitivitetin që do keni tani tutje, ko është koha më e mirë mundshme, dhe kjo do të thotë disa gjëra që do të ndikojnë shumë në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Keni pasur një problem lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një punë shumë të rëndësishme, ose dhjetëçi dytë për shembull ka pasur një problem shumë të madh me punën, duke bërë punën mirë, duke bërë dhe punën e tjetrit. Shenjat e zakonisht vuajnë shumë në lidhje me punën, sepse duke parë punëdhënësi ose administratori që X e Y, shenjë stokës flas gjithmonë, duke futur dhe vigjëreshën brenda, që kanë punën e tyre dhe duke parë se ta punojnë shumë dhe të i kalojnë normën e punës së tyre për tetorë që punojnë ata, ju japin dhe i punë tjetër, plus, e thonë, si shponim se lokomotiv punë është kjo, e bën dhe këtë, të lutem i thua, të thonë që bëj edhe këtë, sepse kjo është një pjesë e kësaj pune. Ta thonë një mënyrë diabolike në fakt, sepse mund të thotë me të vërtetë që po ti bëj edhe këtë, po kjo ka një kosto këtë. Këtu shikojeni pak, juve se juve jeni vepër së drejtë, jeni shpirt pastër, dhe kjo ju bën sepse juve keni sedër, dhe nuk jeni domethënë që po këtë nuk e bëjon, la bëj dikush tjetër ku diun. Jeni shumë të drejtë për së drejtë, kjo varet në individ, pastaj kur dojë fenomenet. Por ta dini që do të keni diçka tjetër dhe një ndryshim në fushën ekonomike, se keni pasur paksa keni qenë pak grop në fakt, pak problem në këtë pikë, po me kalimin e kohës tani tutje do jeni më ndryshe, do keni mundësinë për të rregulluar gjërat e të jeni në ato juve që kërkoni të përditshmërinë tuaj për të vazhduar. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se me peshk, me binjak dhe shijetar, është perfektja. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku do të thotë shenja e ndryshimeve dhe e vendimit të madh që do të marri për punën, kjo është peshorja. Ndikimi që ka pasur peshorja në lidhje me ndikimin e Plutonit në retrograd, ka pasur njaft probleme, ka pasur shumë çështje të pazgjidhura, por tani e tutje, gjërat do jenë më ndryshe, sepse lidhet shumë me punën tuaj aktuale, lidhet shumë me një punë tjetër që do të keni në fushën e karrierës, në fushën e botkuptimit tuaj të brendshëm, në mënyrë se si do t'i përballoni në lidhje me punën, në lidhje me disa partneritete me jashtë, por juve që keni pasur edhe jeni me familje dhe do zhvendosni nga një vend tjetër, zhvendosja që bëhet është në favorin tuaj, është në mundësi më të mirë të mundshme, dhe kjo do të thotë që po, juve ndryshoni, ndikoni, diktoni gjëra nga më të mëdha që mund keni, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Dhe prandaj duhet pasur kujdes vetëm me familjen. Kjo do të thotë që marrëdhëniet që keni me fëmijët, me bashkëshorten, keni pasur përçarje më përpara, sepse gjërat nuk ishin ashtu siç duhet, po vjen një moment tani që çdo lloj ndikimi ose negativiteti kthehet në pozitivitet, është shumë e domosdoshme të jeni mënyre të reja për të parë në vazhdimsi çfarë do të bëni dhe në lëvizjet që do të bëni. Sepse është një moment shumë i mirë për vetë çështën peshorës për të 30 ditët, ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të stabilizuar dhe rregulluar çështjet e juaja, sepse është diçka shumë e mirë e tepër pozitive në ngjarje dhe të çështje të rëndësishme që juve keni dhe momentet që juve ndikoheni tani e tutje, ku është dhe koha më pozitive dhe më reflektuese në fushën e karrierës. Në fushën e dashurisë, edhe pse juve keni të bëni me ujor, keni bëni me binjak, keni bëni me luan të dhjetëçit të tretë, peshore gjithmonë, kanë ndikime, ndryshime të mëdha që do vinë. Por pse jo, jeta juaj është me dash të dhjetëçit të dytë. Do vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e elegancës, e zgjuarësisë, e kuptimit dhe e vazhdimësisë së pastër si kristali në punë dhe në ekonomi, që kush tjetër përveç shenjës së akrepëve, dhe bëhet fjalë për akrepët që është guvernatori i akrepit të Plutoni. Çfarë ndodh tani? Sundimtari juaj Plutoni, që kthehet tani në pardje, është kthyer në rrugtimin e drejtë, që lidhet me shtëpinë, familjen, çështjet e së shkurës, për ata që kanë lindur në dhjetëçin e dytë dhe të tretë të shenjës suaj. Marrëdhënia juaj me prindër, me të afërt, me njerëzit, me shumë njerëz ju rrethojnë,
ndikime që keni pasur, çështje që keni pasur në lidhje me të tjerët që ishin shumë manipulues ndaj jush, lidhje me pasuritë pa luajtshme që është bërë një gabim shumë i madh tek juve, nga duke e ditur, e dini që është problem, e dini që ka diçka që nuk shkon, por e keni lënë disa gjëra që thoni, ok, tani duhet i mbetet së shkuarës, por shumë njerëz po të vini re që flasin kundër akrebëve, për shembull, akrebët janë kështu, akrebët janë ashtu, pa ditur se historia e brendshme shpirtërore e akrebëve, akrebët linin nga hiri i tyre. Akrebët të japin diçka dhe nuk ta përmendin kurrë atë nder që të bëjnë. Ke nevojë për diçka, i vetmi në shenjë zodiakale, në 12 shenjë zodiakale është akrepi. Është akrepi sepse akrepi ka gjithçka. Akrebët dhe birçapët kanë atë zemërgjërsinë. Momenti dhe koha, periudha dhe vendime që merren në një farë mënyrë është kohë shumë e përshtatshme për ndryshimet e mëdha, për mundësitë që jepen dhe periudha që ndodhin fenomenet. Është pikërisht tani. Do shikoni, do të çlironi nga çdo situatë toksike, me njerëz që ju kanë stigmatizuar disi, dhe koha ka ardhur tani për të marrë veten në dorë. Për punën, për karrierën, për ndryshime, vend të kyçe, dhe juve jeni emocional. Dhe kjo ju ofron siguri emocionale. Nëse keni mundësinë ose tani për tani, mirë është që sfida dhe mundësitë që keni, mirë është të ecni me këmbët e juaja. Boll bët për të tjerët. Bëni për veten tuaj tani tutje. Se keni gati 3 vjet, viti 4 ky, që filloi pardje në lidhje me Plutonin, me guvernatorin tuaj, që është në New York, ku do të thotë që gjërat janë krejt ndryshe nga situata që mund vinë. Por çfarë ndodh? Ose çfarë ndodhi? Ndodhi kundërta, sepse në lidhje me pasuritë, ose me ndryshimet që patët juve, domethënë që ndryshe u mendua, ndryshe u veprua, por është koha, momenti, periudha që ndodhin këto gjëra, dhe juve dini fitimtar tani. Sepse do e shikoni edhe vetë, vetëm një gjë ju thot Jorgo, krijoni marrëdhënie të barabarta me ata përreth jush. Kështu që mos u nënshtroni lojrave të njerëzve që nga njëra anë ju japin 5 lek, nga ana tjetër ju marrin 15 lek. Por me lezet. Janë të lezetshmit. Kini kujdes në këtë drejtim, sepse ka diçka që do ndikohet tani e do dalë me sipërfaqe. Dhe problemi është se nuk ka ku të shihen më. Se ajo vrimë zez, ai problem që ka qenë do bjerë drita kaq shumë që do qërohen nga drita më e fuqishme që do jetë. Prandaj ju them që mos u shqetësoni çdo gjë vetëm në vendin e vet për gjitha shenjat. Do shikojmë gjëra, kam thënë deri në 2030 unë, po të shikoni ju. Edhe do shkojmë do vëllë një video tjetër që ta kuptoni kur kemi folur në para 15 viteve, 20 viteve sa ka qenë, do dëgjoni prapë atë video edhe ndodhit që ka ndodhur, jo se ta them se pse u bën ndodhen. Po të kuptojmë pak se pse ndodhin këto. Edhe ku është koha dhe momenti që gjërat të vinë vi, është pikërisht tani. Në lidhje me çështje shpirtërore, miqtë e mi të shenjës së akrepit, duket se lidhjet që ka të bëjnë me peshkë, me luan janë perfekte, me dem mos ju ndani sepse është një moment mjaft pozitiv, është një moment që tani është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Do vijojmë tek shenjë zjarr, tek një shenjë që ndikimi, përpunimi, stabilizimi, marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Kjo është tani është pikërisht shenja e shigjetarëve. Plutoni që kthehet në rrugtimin e drejtë, që është kthyer para 2 ditëve, kjo do të thotë, pardje pra, kjo do të thotë sepse lidhet me komunikimin, udhëtimin të menduarit e do ndikojë tek ata që kanë lindur në 10 ditën e parë, 10 ditën e tretë të shenjës suaj. Tani do ta kuptoni se të folërit tuaj ka një ndikim të madh tek ata që keni përreth jush. Do të jeni në gjendje të bindni lehtësisht për mendimet dhe idetë juaja. Periudha që keni pasur më përpara, nga gjitha llojet e kërkimeve, pa drejtësi që ju bën, tjetër për tjetër punë, dhat para nuk morët asgjë, u futët në borxhe me paratë juaja, edhe vjen një moment tani, jo vetëm që e zgjidhni, por vjen momenti më perfekt dhe më ideal.
bashkimi dhe zemërgjërsia anashpirtërore, geni juaj, vëllezërit, motrat, fëmijët, udhëtimet afra, disa interesa, mundësitë mira që të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në formësimin e mendimeve tuaja, në marrjen e vendimeve të rëndësishme, mënyra se si të shpreheni tani do të jenë më intensive dhe bisedime që kuptim plot, jo vetëm kaq, por do kenë edhe një çështje shumë të madhe, ajo e punës, e karrierës dhe e ekonomisë. Duket se tani çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. Mirë është, mendimet negative mos e lini t'ju mbi ngarkojnë. Është mirë, është e punë e një kompjuteri që mbushet disku, duhet heqim ato që nuk na duhet, dhe marrim ato që na duhet. Kemi shumë nga këto gjëra, që çdo njeri mbart një diçka negativitet. Është shumë mirë që t'i hiqni nga mendja juaj, miqtë mi, nganjëherë po të vini re, nuk shkon gjë, nuk ecën përpara diçka. Ose thoni që vërtet më përpara, a thua ti se kjo periudhë ku ka qenë atëherë ka qenë shumë e keqe, nuk mund të realizosh një gjërat? Jo. Po të vini re, njeriu gjithmonë është në kërkim. Natyra atje ka qenë, atje është, atje do jetë, shumë, miliona, miliarda, shekuj ndër shekuj do qëndroj. Por njeriu është sekondar. Minutësht i madh. Atëherë në këto sekonda e flasim milisekonda. Sekonda. Pastaj minutë. Duhet parë çfarë do të bëjmë. Sepse ajo që mendojmë, vini re ju vetë. Ju ka beth besoj çdo njeriu që mendon diçka për ta bërë, por i mungojnë, ajo bën 10 lekë. Ajo do të bleni dhe të ta nisni. Ju i keni 9 lekë. Ju mungojnë 1 lekë. Derisa ta bëni atë lekun ju, shikoni me makinë ose me këmbë që veni diku, e shikoni diku tjetër është bërë. Sepse diku e thatë, diku e biseduat, e folët. Pse thonë përpara stërgjyshit tanë? Pse mos e përfol? Mos e thuaj përpara se ta bësh. Mos trego fuqinë tënde. Është e punë e gurit. Gurin vetë mbat shumë. Gjërat që janë të çështjeve të mëdha, të punës të ekonomisë, të ndryshimit të vendimit, që merre vetë. Mos pyet, mund të pyesësh 100 vetë, por bëj atë që di ta bësh më mirë vetë. Atëherë je fituar. Disa njerëz në të gjitha shenjat që lexoj, shikoj, keni parë vetë mesazhet, nisin diçka dhe duke parë një biznes, ai biznes që bën, e ka tjetër ngjitur, ka Zoti. Se dhe bëj Zoti mirë. Gjithë Zotit jemi. Po Zoti ka dhënë mendje që ta shikosh se tjetër është aty. Zoti se heq dot atë. Atë do të bësh diçka tjetër. Ose pak më larg. Sepse edhe fillon pastaj grindja. Pse ti këtej, pse ti më more klientin, pse ti më bëre këtë do të rëndom në Shqipërinë tonë dashur. E nxjerremi kot. Këto kot, këto nxjerrje, këto budalliqe ti heqim paktën. Edhe të shikojmë diçka që ta bëjmë vetë. Ajo ka duk. Falimenton dikush. Vini re disa, ju keni lexoni, sepse leximi, libri është ushqim shpirti, ushqim truri. Dhe çfarë ndodh, se kam qenë se lexoj dhe më pëlqen kjo, kur diçka që bie viktim ose nuk ecën biznesi, harxhon, prish. Por mos e prit deri në momentin e fundit, duke parë që ti je me minus në 3 ditët e para, atë shikoj ku ke gabuar. Mos prit vi mushet java. Se java atëherë ke përfunduar, ta merr edhe 100 flokë që kanë në shesht. Edhe e shatia, s'është ajo tema. E atëherë çfarë do të bësh? Shiti gjithçka në kosto. Je fituar në lekun tënd. Do humbësh 5 lekë, por jo gjithçka të bish mbi të 10 fish. Neve kemi në shqiptare këtë gjë, edhe bien viktim. Ne marrim një XY, marrim një makinë që kuston 2 milion, 5 milion, 10 milion, 20 milion, e s'kemi t'i hedhim benzin. Gjithsesi, keni kujdes këtë periudhë, sepse ky momenti, atë që se momenti sta sjellë gjithë viti. Bëni kujdes në kohën dhe në periudha të ndryshme, jo të pastroni për inat, por pastroni në vazhdimsi dhe me ngadalë, këtë duk gjëja. Dashuria duket se
Lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë janë me peshk të diçit parë, virgjiresh dhe binjak të diçit dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë u zgjata pak me shigjetarët, sepse shigjetarët janë pak dolëshuar, janë pak e naiv, do ta thosh, nuk ka thosh naiv, sepse janë zgjuar, po bëjnë ca gabime që nuk u falet. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani që ka dorën e ftohtë, zemrën e ngrohtë, që janë britsjapët. Çfarë ndodh me britsjapët? Plutoni, që kthehet në rrugtimin e tij të drejtë, që lidhet me paran, të mira materiale dhe vetvlerësimin tuaj, ndikon tek ata që kanë lindur në 10 diçin e parë dhe të tretë. Mënyrën se si i menaxhoni paratë tuaja do të ndryshojnë dhe nuk përjashtohet që mund të shfrytëzoni një talent tuaj për të përfituar financiarisht. Kjo do thotë zgjuarësia, jo për të keq, ose merrni për të keq. Sistemi juaj i vlerave ndryshon dhe do të shihni gjëra dhe në perspektivë. Nëse keni pasur një mendim për të bërë diçka të re, për shembull, hapi biznes apo ku di unë, është momenti. Por nëse keni menduar 3 muaj përpara, ajo ka vlerë. Dhe është momenti dhe koha tani për të zgjidhur gjithçka. Dhe ajo që ta dini, ta keni nga Jorgo, do të mbështeteni tek pikat e juaja më të forta që keni. Dhe kjo ju sjell më afër suksesit, atë ku keni vendosur piketat e juaja. Dhe kjo do t'ju bëjë të ndjeni mirë, kjo do të bëjë të kuptoni gjithçka që merret me mirëqenien, gjithçka që merret me punën, merret me karrierën, merret me ndryshimet dhe ripërcaktoni vlerat e juaja, pavarësisht nga materialet dhe arritjet. Kjo është një mundësi shumë e mirë për sa i përket të punës në role drejtuese. Do keni kujdes, madje shumë kujdes britsjapë të dashur. Do t'ju jepet mundësia për oferta të rëndësishme shtetërore. Po, në mos e keni marrë. Nëse keni marrë para datës 14 ose para 3 muajve, është problem. Sepse kur do dalim sipërfaqe tani këto gjërat, do bini në grop veten tuaj. Edhe do keni problem. Keni kujdes, unë ja them, ju bëni si të doje bardhë dhe zemrës tuaj. Po mirë, unë ka firmos një dokument me Jorgo, jam në rol drejtues tani, dhe shtetëror për shembull dogana, për supozojmë, marrim një shembull. Se doganat problem, doganat e këto tatimet, të thotë që janë high society, që janë në vende kyçe, janë drejtore, ku di unë, më thash, jeni të detyruar, ju e mund thoni nuk është e imja, por kur keni vajtur atje, keni firmos disa letra. Dhe këto letrat kanë pas probleme. I kishte thotë, po firmose sepse s'kam çfarë bëjmë tani, ne. E ti je drejtor, nga mendja, po, unë kam një të drejtë, mund ta mbyll. Mund. Atë kur e ke me mund, nuk e ke sigurt, mos e bëj. Dhe këto do dalim sipërfaqe tani. Këto që janë firmos. Ndash dogana, ndash në tatime që janë në rol drejtues, drejtora, ku di unë. Këtu duhet kujdes i madh. Duhet marrë shumë kujdes. Shikoni tani, deri më datën 28 tetor, pa fut në dorë, do shikoni në nëndorë që do bëhet nami, nejse. Gjërat që nuk i kemi parë këtu e 25 vite. Në lidhje me ligjin, flasim për ligjin. Pra do shikoni, keni kohë, dhe me 28 që është mirë, se të jeni zgjidhje. Është kjo problem, për shembull, po, e zgjidhni janë, po, edhe bisedon me njerëz të rëndësishëm. E zgjidh. Po ta lësh hamë se ja mund, se ne shqiptarët e kemi i bim gjoksin. Kur je momenti, ai gjoksi bie. Fuqia është merr domatën shtype, gur. Apo shtyp djathtin në vend gurit. Keni kujdes, sepse ka probleme me probleme. Por kjo tani që po ndodh është pak a shumë kërkon vëmendje, sepse lidhet me ligjin, sepse lidhet me shumë gjëra, por meqense ka kohë, mund t'i zgjidhni. Nëse për juve që nuk e keni këto gjëra ose do jepet oferta të ndryshme tani, mund ta merrni por me një kusht që çfarë ka ndodhur nga letrat e tefterët nuk maj përgjegjësi. Jo ta firmos, se ka ngel pa firmos se ka qenë vendi vakant. A lezesh me kjo? Ka ngel vendi vakant, po duhen firmos, kemi çfarë bëjmë tani, drejtori i ri firmos. Por sekretari, atë që u sjellën ato letra, nuk është i juaj. Ishit. Edhe desa të orientoheni, ka probleme. Kini kujdes. Unë këta ju them, nuk du t'ju të merroj,
Vini keq, në flasin tani, unë ju them se kur një vite nuk është se e bëj domethënë lidhje me, sepse vlerësimi që më bëni, kjo është kënaqësia ime që unë ndjej dhe duhet t'ja them larg çdo gjëje domethënë që të jetë. Kështu është, kështu del. Ju shikoni vetë pastaj, edhe mund të shkruani në inbox me të vërtet është kjo, edhe flasim në privat ku diun për të gjithë zyrje. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak, kanë të bëjnë me akrep, është perfektja, por një problem keni pasur me virgjëresh, mund ta zgjidhni pikërisht tani se dy shenja toke kanë ndikime favorite. Do shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ditës, tema e ditës që ka ndikime favorizime, që do të thot shenja e ujorit. Plutoni kthehet në rrugtimin e vet, drejt në shenjën tuaj dhe ndikon drejt personalitetin tuaj dhe në mënyrë se si paraqisni veten tuaj në mjedise të afërta, veçanërisht ata që kanë lindur në 10-in e tretë dhe të parë. Në të kaluarën, juve që keni pasur mundësi të përcaktoni qëllimet tuaja të prioriteteve, por të tjerët nuk ju kanë lënë, pra dini, keni identifikuar disa probleme, disa gjëra që kanë ndodhur, por nuk mundeshin që t'i rregullonit. Ka ardhur koha dhe momenti tani që Plutoni në rrugën e duhur, është koha e duhur për të vepruar, për të marrë iniciativa dhe mbi gjitha për të marrë kontrollin e jetës tuaj, të punës tuaj dhe të vazhdimësisë. Ju keni rifituar vetbesimin tuaj dhe nuk do të lejoni askënd të dominojë. Qoftë një partner apo koleg, partneritete që do luftojnë ndikimin, çështjet dhe të ndryshojnë sepse do ndryshoni vetvetiu dhe këtyre do t'ju ngjelet hadri. Dhe t'ju ngjelet punë e madhe. Ju ngjelet hadri sepse u pre. S'ka se si ndryshe. Dhe kjo do shikoni në jetën tuaj, do ndryshojnë shumë gjëra. Dhe njerëzit të rëndësishëm do jenë shumë të pakt, 1-2, ua garantoj këtë me firme vulje grupulla do më kujtoni, ju mund thoni kam 10 veta, më duan, më qerasin, më bëjnë, jo, 1 ose 2 janë, pik, të tjerë do largohen, s'ke që bënë. Do të zbuloni sepse forca juaj, kërkesat, ndryshimet, rëndësia që juve keni, se është shumë rëndësishme me nisur diçka ose me bërë diçka që është në favorin tuaj dhe koha e artë që juve keni, mund të jeni disa çështje mësime shumë të rëndësishme nga e kaluara mbi problematikat dhe gjërat që keni pasur. Është mjaft mundësi e mirë dhe vetëm e sigurt që është Plutoni që kalon në ndikimin më të mirë dhe çështjet pozitive të shenjës ujorit, ku do të jepet një mundësi e artë në lidhje me disa ndryshime kolosale që do të keni me punën tuaj dhe me çështjet aktuale që keni tani tutje. Por unë ju them, bëni kujdes nga njerëzit rrezikshëm në thonjza, sepse do jenë shumë probleme këtu. Drejtësia drejtësi nuk ka lumë që e ka. Çdo njeri mund të preket psikologjikisht, mund të preket për gjëra që është një drejtë e madhe, por përfundon aty çdo gjë negative. Kam fjalën për të gjithë shenjat, negativiteti ndërpritet, hiqet nga memoria juaj. Dhe kjo është diçka shumë e mirë. Po, dakord, nuk mund ta duroni diçka që pse të ndodhi. Atë pse nuk e gjeti njeriu që lindi ndër miliarda vite, dëgjojmë ne? Apo kush e ka fajin? Dëgjojmë kush e ka fajin? Asnjë. Faji u bën nusë se mori njeri. Atëherë pse të humbni kohë? Humbje kohe është. Prandaj lëreni fare si ç'është. Juve vazhdoni nga tani e tutje, çfarë do të bëni? Keni kohën tuaj dhe momentin. Në bashkim familjar që keni juve të shenjës ujorit, keni me Luan dhe me Akrep, është diçka ideale, por pse jo edhe me një çështje mjaft të mirë, pozitive do thosha unë, që do të thotë me binjak të 10-it parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikimi, ndërgjegjësimi, mbyllje problemeve dhe gjërave të mëdha. Kjo do të thotë shenja e peshqeve. Ndikimi i Plutonit ndikon në çështje që lidhen në ndërgjegjen, me probleme të thella që keni pasur në të kaluarën, disa gjëra të fshehura. Tranziti i Plutonit në këtë sektor nuk është një detyrë e lehtë, pasi ju përgatiteni të përballeni me disa çështje që keni pasur më përpara, në lidhje me pasiguritë, në lidhje me persona të ndryshëm që shtronin kontrollin ndaj jush, disa persona që në një anë ndihmonin, në anën tjetër përfitonin dhe juve ngilnit aty ku ishit, por tani keni kohën që do ndryshoni kapitull.
nga tani pesh të dashur e tutje, vini re sepse njeriu ku nuk është mirë psikologjikisht ose problematika të ndryshme sepse e vret ndërgjegjja e drejta. Por e drejta zhytet por nuk mbytet, miqtë e mi. Ta dini këtë sepse në disa raste juve nuk është gjumi pse, sepse unë kam bërë shumë mirë një punë, një përllogaritje në bank, për supozojmë. Edhe se banka del përfundimi të cili sportel ke qenë dhe gjen nëpërmjet elektronikës, por disa gjëra në çështje të rëndësishme. Dhe të mbytet drejta. Dhe juve dënoheni, paguani për padrejtësinë e tjetrit. Kjo do të dilni të fituar juve. Dhe ju them që e keni pasur këtë problem, por tani është mbyllur një herë mirë ky mohabet dhe është koha më e mirë dhe më pozitivja. Ajo që dua t'ju them është shumë e rëndësishme të gjeni mënyrën e ndryshimeve e mundësive të mëdha që do të keni tani tutje. Kushtojini vëmendje të madhe intuitës, ëndrave që juve keni, që mund t'ju udhëzojnë më saktësisht, sesa njerëzit që duan të përfitojnë dhe juve t'ju bëjnë që të harrojnë ato që kanë bërë, duhet bëjnë përsëri, pa të sfuten dot më, sepse pritet një herë e mirë e keqja i pritet koka aty. Dhe tani e tutje, gjërat vinë në favor të tuaj, në favorin tuaj, në favorin familjes, në favorin e njerëzve që ju rrethojnë dhe do jenë pak njerëzit që do bashkëpunojnë dhe koha që po vjen është ka një ritëm të ngadalt, por të sigurt për gjërat që bëni, të thonë nuk kemi të sigurt për gjëra tjera, për gjërat pse ndodhin këto do ta themi, por në një emision tjetër, dhe ka diçka shumë të madhe për një mijë arsye që bëhet, fusha e punës, fusha e karrierës, fusha e ndryshimeve të mëdha që kemi tani, asnjë nuk do jetë i sigurt për gjëra që ka pas bërë më përpara dhe mos va del tani del pastaj. Duhet të trokasi. Për ata që kanë probleme, e them. Jo se ka bërë me qëllim. Nuk e marrin të mirëqen këtë. Por kështu i tha filani, kështu e bëri, por nuk e di se është viktimë vetvetes. Këta që janë viktimë vetvetes, duhet të trokasin dhe ta zgjidhin këtë problem. Kurse juve të kësaj shenje, është momenti dhe koha më ideale që ndonjëherë. Lidhjet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që janë, për sa përket dashurisë, do thot peshk, gafore, peshk, shqiptar të 10 ditë të tretë, peshk, virgjëresh të 10 ditë të dytë. Kanë ndikime shumë mira dhe shkojnë deri në altar. Bashkim familjar për ju që jeni në diaspor ka të bëjnë me britsjap të 10 ditë të dytë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme dhe tepër ideale për pastrimin e mushkërive nga problemet e së shkuarës. Dhe del diçka e pastër dhe mendje të kthjellët për gjërat që do vinë dhe do bëni. Por para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për juve që doni parashkim të detajuar, ndikimin e planeteve, kur është e mundur të përfundoj këtë problem, çështje pune, çështje karriere, çështje doganash, çështje problematikash kur keni, çfarë keni ku ka ndodhur, sepse të bësh parashkim ju e dini shumë mirë çfarë kërkohet, nuk kërkohet vetëm datëlindja, por kërkohet problemi kur ka ndodhur problemi dhe çfarë duhet, ç'ish duhet, pra janë shumë të dhëna që bëhet për një astrolog. Astrologu nuk mund të bëhet, nuk mund të jetë fallxor, astrologu nuk mund të jetë me letra, fallxori nuk mund të jetë me tret plum, astrologu nuk mund të jetë me fallxor që merret me lloj-lloj ku diun. Prandaj këto gjëra janë negativitete që janë rëndom, po janë s'ke që bën, çdo njeri ka të drejtimin e vet, por gjithsesi keni kujdes nga këta drejtime. E keni, ja pra ku e keni atje, mund të zgjidhni paketën tuaj, e zgjidhni ku që ju përshtatet më tepër, vetë mund ta merrni, dhe më pas shkoni tek sekretaria, është ajo dritare e vogël atje, e klikoni edhe shikoni, pastaj jeni gati, për te faqja keni dhe është e rifreskuar faqja astrologu.al, ku keni mund të lexoni gjithçka atje, me tema shumë të rëndësishme, me tema shumë të dobishme për juve të kuptoni. Do kemi edhe shumë gjëra të tjera, së shpejti do startoj dhe programi individual personal pyetje-përgjigje, por do jetë një program tjetër që do jetë vetëm për njerëzit që janë regjistrohen tek një program tek YouTube membership, ku atje juve do shikoni, keni një çështje direkte dhe atje flasin direkt me personin, por jo për të gjithë. Pra kjo do dedikohet për ata që abonohen, për ata që kanë të drejtë, domethënë problematikat është direkt dhe lidhen direkt aty. Pra së shpejti do startoj dhe do a themi se si funksionon.
dhe e klikoni, pastaj flasim bashkë në kohën që dërgoni mesazhin në email, flasim nëpërmjet WhatsAppit, Viberit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh, mund të klikoni të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Unë Pulla ju uroj mbarësi në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.